Si të silem ka ana lidhjes farefisnore me dajën tim I cili shpif për babin tim moralisht. Thot edhe në publik mundohet me ja ul autoritetin. E mbron babën tanë nëse baba yt nuk është I tillë. E mbron. E këshillon dajën tanë që mos më shpif. Një herë, 2, 3. Kur e shet që nuk po ndryshon, edhe anën tjetër baba yt është I ndershëm, nuk ka të vërtet asgjë aty. Atë të lejohet me bojkotu dajën. Lejohet me bojkotu. Përveç, nëse ka ndodhur një fatkeqësi në familjen e tij, ban me shku për një të panë, për herë që themi neve, një syneti, një darsën, një fejes, vetë zyrtarisht. Edhe, kudo që ai flet keq për babën tanë, ti, kur do që takosh me të njëjtit njerëz, ja shpjegon daja jam po rren. Daja jam po shpif. Nuk është ashtu. Baba jam është kështu, I ndershëm, I devotshëm, I moralshëm. Ja u shpjegon njerëzve, por kontaktet I ndalme me dajën. Nëse edhe ndarsma dhe ndekje, prap të shikon me vrejtje, me sy të keq, me të urrejnë, të nënçman, edhe ato shkon kadaldale duke I në distancu me ta personalisht. Pastaj nëse djemtë e tij, familja e tij janë në rregull, me ta mundesh me pas kontakte, me bisedu, me I thirrë në telefon normal, me vazhdu lidhjen farefisnore.